Sot e martë po filloj me Get Up Stand Up këtu në valët e Radio Dugazhinit, një kohë mirë sot e freskët, temperatura thanë dikun deri në 28-29, nuk është ai nxehti pa përballueshëm. Por këtu sot, si çdo ditë tjetër, kena për qëllim ju disponue, më ju majtë informuar, edhe për ju majtë informuar, e kemi edhe përgjithësi, por edhe me pas një pjesë ku është ideja me u vedisu për diçka. Për këtë arsye sot kemi një mysafir në studio, që është Shpëtim Saliu, pediatër, doktor, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesë, mirë si u gjeta. Pediatër edhe neonatolog, a? Pediatër neonatolog. Që sa mirë. Doktor, arsyeja pse je sot me neve ka të bëjë me këtë teori konspirative, shumë kena shef një i besu, ja ban, ja s'ban, ja do të më avon, për gjithçka. Por në disa çështje mendoj që teoria konspirative s'do të më pranu as pak, sidomos në mjeksi ku ka studime dhe fakte. Edhe do më thonë del një njeri në YouTube ose në TikTok, e thot një mendim të vetën, edhe ti çon poshtë 20 vjet studim. me një postimi. Kjo nuk është në rregull. Na duhet me pas edhe pjesën tonë ku e luftojmë pra faktin edhe studimin. Arsyeja që do të bisedojmë është, e di para 2-3 muaj të unisë që vetë jom prind, para 2-3 muaj ishte ndikon 4-5 raste të fruthit, sot kemi shku në 47 raste të fruthit. Kjo është këtë si pasoj e mos vaksinimit. Pra do të nalimi të kjo temë. Po para se të mbrim të kjo, normalisht fruthi si vjen, a është në gjitë se paka shumë i dim, po edhe një informim edhe një herë, për prindërit e rinë sidomos që janë shumë të stresum diçka. Teoritë konspirative mirë i përmendet, kur e fillut emisionin teori konspirative, po ka gati në çdo drejtim, po sot për këtë punën teme, ma shumë si pediatër neonatolog, do shta po fokusona ma shumë të puna e vaksinimit, me qenë se ne kemi të bëjmë me fëmijët e porsa lindun, edhe shpesh herë po hasim në rezistencë nga ana e prindve që me i vaksinu, jo vetëm prej fruthit, po edhe me vaksinat e para që janë të domosdoshme. Fruthi, do me thonë, bën pjesë në grupin e virusëve të morbillit, që është njihet të ndryshe. Është edhe smundje ngjitse, zakonisht fëmijë që shkojnë nëpër kopshte, kur te një rast shfaqet, mund të shfaqet edhe tek raste të tjera. Komplikimet e frutit janë shumë të këqija se sa ideja për me marrë edhe vaksinën kundër frutit. Kjo është edhe arsyeja që janë krijuar edhe vaksinat për me ndihmu fëmijëve që edhe kur e kalojnë një virus me kalu pak ma lehtë, me kalu me sa ma pak efekte anësore. E përmendet mirë që 47 raste janë bërë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka marrë një iniciativë ku na ka angazhu disa prej mjekëve që kemi dalën në web faqen e tyre dhe kemi treguar që është mirë me u vaksinu dhe për efektet anësore të mos vaksinimit. Unë si prind i kam vaksinu dy fëmijët e mi vetë. Normalisht kur ka teori konspirative edhe unë si prind muj mu shqetësu ka pak, edhe muj mu frigu se një sen i tillë mundet me na ndodh edhe neve, apo pastaj kur ndodh një e keqe. Dorën zamër ka dhe shumë mjekë të cilët i përtekojnë këto teori konspirative. Kjo është më e keqe. Do me thonë, kjo është një sen që mandene nëse të ndodh, mundosh me ja lidh që nështë që ajo konë edhe arsyeja që i ka ndodhur edhe fëmijës tem. Por parimisht mos të harrojmë se para se me u kriju vaksinat, shumë smundje që janë paraqit e fëmijët janë konë smundje vdekje prurse, për shembull. E kemi tuberkuloza që fatkeqësisht hala e kemi sot, po fatmirësisht e kemi edhe trajtimin, e kemi edhe reportin e pulmologjisë që zbulohet në start me analiza, me teste edhe trajtohet, por e kemi pas edhe smundjen e difterisë që në vitin 1978 është zhduk pikërisht për shkak të përdorimit të vaksinës, smundjen e poliomielitit apo smundjen e paralizës fëmijëve që në vitin 1995 është zhduk, kështu që nëse i pyesim ata prind, sigurisht ata kishin me qenë shumë të gëzuar nëse fëmijët e tyre kishin me lindë në kohën kur vaksinat kishin me ju dhonë edhe kishin me mendu apo edhe me u gëzu nëse fëmija i tyre nuk kish mu përballë me qatë smundje apo nuk kishin me i pa efektet anësore të qatyne problemeve që kanë mujt me u shfaq të fëmijët e tyre. Sidoqoftë te puna e fruthit ma shumë mu fokusu. Cila është frika që duhet ta kenë prindërit që nuk e vaksinojnë? Frika është te efektet anësore. Jo, frika që në rast se nuk i vaksinojnë. Nëse nuk i vaksinojnë, nëse për shembull po
ajde po orientohemi te fruthi pak ma shumë po naleme. Po. Kemi pas raste që prind që nuk i kanë vaksinu kër ju ka ra fruthi fëmijëve, efektet anësore të virusit apo smundjes që janë shumë atë këqija, edhe shumë vdekje prurse se sa efektet anësore që mujnë me u paraqit që janë më të vogla nëse fëmija paraprakisht është vaksinu kundër fruthit. Për shembull, një prej komplikimeve më të mëdha të fruthit është encefalitja apo ndezja e cipave të trunit, që shpesh herë mundet me përfundu edhe në gjendje komatoze, edhe që fëmija edhe nëse kthjellet mundet me pas dëmtime të përhershme. Gjatë jetës mundet me pasoja. Edhe që atëherë është ajo pyetja, ma shumë pe thonë kështu pyetja për 1 milion euro, çka nëse ja kisha dhonën vaksinën paraprakisht, edhe nëse e kish kalu ç't smundje, ndoshta nuk e kish kalu me ç't problem që domethënë veç është paraqit te fëmia jam. Çka unë kisha inkuraju prind e ri, prind sikur se ju që jeni boshë 1 vjet e 4 muaj, shpresojmë edhe Gizan të ardhmen, unë veç fëmijët e mëdhej kom, është ideja që koncepti pse janë kriju vakcinat, janë kriju për me i kalu me sa ma pak efekte anësore, smundjet, virusat cilat mujnë me ra të fëmijët. Na nuk po thojmë që mujnë me parandalu ramjen e fruthit të një fëmijë, por ideja e vaksinimit është me kalu sa ma letë, me kalu me sa ma pak efekte anësore, edhe me pas sa ma pak dëmtime të ai fëmijë. Po kemi tash raste, do me thonë, rritja numrit është shumë e madhe, teoritë konspirative, jo veç në mjekësi, po edhe në tek tjera nuk kanë munal, në çdo sferë tjetës nuk kanë munal. Po në mjekësi fakte ki studimet që i mbështesin, për këtë arsye është pak absurde se njerëz kanë qef mi i besu. Mi i besu, ndoshta një teori konspirative lidhin me një sen që i ka ndodhur vetë. Ka pas raste që prind kanë thonë mas dhënies së vaksinës të fëmijët është paraqit spektri i autizmit. Autizmi është një çrregullim psikosocial që realisht akoma nuk e ka, na i thojmë atë etiologjinë e njohur, pra atë shkakun që e shkakton, sepse nuk është smundje organike. Mirë po, kërkush nuk përmendon që edhe me përdorimin e telefonave tek fëmijët, sidomos, apo qëndrimi gjatë në televizor, apo tash kur edhe dy prind janë të angazhuar dhe punojnë, fëmijët shpeshherë edhe po mbeten vetë, edhe që ajo ana kur një fëmijë vetëm po fokusohet në televizor apo në telefon, pi kontribon shumë në krijimin e çatij autizmit virtual, që po ashtu është shumë i keq. Po për ato domethënë veç kemi një arsye ku po ndërlidhemi. Megjithatë nuk ka asnjë ulëmtim shkencor. Është pak absurde kur e mendon doktor që po thu njerëzit pra, sidomos prindërisët mund të qenë me dy puna, mund të qenë të angazhuar gjatë tërë ditës e lojnë fëmijë para televizorit ose të ekspozuar para telefonit të televizorit. Edhe në fund thot ose thot asnjë fjalë, edhe më njëri kap stresi, më njëri nuk po fol fëmia, lidhen me njerë fakt, lidhen me njerën diçka, tash mu kthyn në të kalumen, s'po them shumë në të kalumen, po ndoshta para 30 vjetë para kohës, s'luftës që kemi pas ma shumë një jetesë në bashkësi, një jetesë pa telefona, një jetesë ku njerëzit ma shumë kanë komunikun mes vete, një jetesë ku njerëzit kanë dale, kanë lujt edhe dyqysh përpara kur nuk është diskutu shumë për çët punën e autizmit. Kështu që ne jemi të njëjtit njerëz që jetojmë edhe sot, edhe para 30 vjetë. Okej, unë e kuptoj që koha evoluon, shkon përpara, shkenca ecë përpara. Megjithatë, fakti edhe dy gjëra faktike nëse mujna me thonë ka të bëj, kam pa edhe në studime me Gizën shpesh përmendin se si prindërit bëhen prind vonë, pra nuk është ma si ma herët që në moshë të re janë bërë prind, edhe e dyta faktorët mjedisor, na e dim në çfarë ajri të ndotën po jetojmë. Sa ndikojnë edhe këto tek fëmijët? Unë mendoj që vetëm një faktor nuk mundet me qenë determinues apo përcaktues për paraqitjen e një problemi, e përmendet mosha pak e shtyme, ndoshta edhe për shkak të punës, që veç e lidhëm pak më herët, faktorët mjedisor, mandej pse jo edhe rrezatimi që është përdor në kohën e luftës, domethënë në Kosovë. Pastaj mundet me qenë edhe ushqimi, përpara kemi pas ushqimin ma bio, kushtimisht me thonë, tash e kemi ushqimin e shpejt, e plastik, që për prind shpesher po është pak ma lehtë me përdor, kështu që nëse i bojmë krejt faktorët bashk, sigurisht tek na i fëmijë që ka predispozit gjenetike pak ma shumë, apo ka një organizëm pak ma të brisht, kushtimisht me thonë, mundet edhe me ndiku që me u paraqit një problemi caktuar.
Dhe që shumë e rëndësishme që prind mos me marë si të metun nëse fëmia është i tillë, pra Mu shpeshere prind të mpysen çka kishe bo ti doktor, a mi vaksinu në fëmijët a ju? Unë ju kom thonë shpesh, unë nuk me marë vendim për fëmijët e juj, sepse une nuk jam prindi tëne. Megjithatë unë më ju thonë që unë fëmijëve të mi ju kom dhonë vakcinat. Tash, nuk ka vakcina për mjek, vakcina për inxhinier, vakcina për popullat thjesht. Vakcinat janë të njëjta për krejt njerëz. Edhe sigurisht se çdo njeri frigohet prej një teorie konspirative. Po teori konspirative është edhe nëse unë shkoj në pushim, edhe janë nis fëmia me mbjellë dhe thon pse erdha në pushim, ma mire kisha pas mos me shku. Ose pse e qita me lujt si dul, e vrau komën ose e thej komën. Pse në smuj minol në ato sanet kanë me ndodhë. Megjithatë na nuk duhet mja bazu një argument shkencor, një vakcinë kundër frutit, një teorie konspirative për cilën akoma nuk kemi argumente shkencore se shkakton. Se po është tema shumë me një sociolog i cili mundet me shpjegu këtë aspektin. Do të thonë, me qenë një bashkëpunim në mes një psikologu të fëmijëve, sociologu, anës do me thonë të mjekut i cili e shpjegon edhe anën organike, po problemi më i madh prapë mbetet se autizmi nuk është problem organik, kështu që na do me thonë e shpjegojmë se problem psikosocial ma shumë që paraqitet tek fëmijët. Pse i ki disa, tash duhet më bazu në komente edhe ka disa shtete që zyrtarisht e kanë shty moshën e vaksinimit, jo për me tinglu si ata, por po në momentin që u vaksinu, fillojnë ndryshimi. Ata ma shumë pelidhen me faktin që të presim edhe pak deri sa fëmija të fillon me ecë mirë, të fillon me folë mirë edhe të sigurohem që nuk e kemi një regres mrapa, se ndoshta fëmija hala pa fillu me folë, vakcina ka mujt me ndiku që aj, do me thonë vetëm ja ka shty. Në fakt është ajo koha e zhvillimit. Ajo është koha e zhvillimit psikomotorik, normal çdo fëmijë ka zhvillimin e vet. Ka prind që edhe më thonë për shembull me 8 muaj fëmijë stem alasi ka dalë dhomi para, është ndaj problema diçka, na ju shpjegojmë që nuk është ajo, nuk është mjekësia matematikë që me sust ka me dalë dhomi, apo me sust ka me nis me ecë, apo me pull ka me fillu aj me fol, ka fëmijë që janë pak ma vonë, ka fëmijë që pak ma herët. Prind të sotit janë pak ma ndryshe, prind të sotit janë ma stresu, ma sikletaft. Nështë pse po kanë ma shumë informata, nështë pse po kanë ma shumë qasje në internet, nështë pse po lexojnë ma shumë, nuk është si përpara që kur kanë shku te mjeku e ka këshyrë, e ka kontrollu, ja ka dhonë terapinë edhe prindi vetëm në fjalë ka pas mirë dita dhe ditën e mirë. Tash ma shumë po dojnë prind me komuniku për me pyet pse një antibiotik, pse doktor ka ardhur deri çto, po problemi është që prindi shpeshere pyetjet e veta ka njerë din mi bazu edhe në kom lexuar në Google apo kom lexuar në chat, mirë po Google t'i jep informata çashtu që i merr prej njerëzve. Google nuk i shpik ato i merr prej njerëzve. E jo domosdoshmërisht ato kanë me qenë të vërteta. Për më kthy te fruthi, pra tham janë 54 47 raste, të konfirmuar deri tash. Pra, është shpejt mënyra për hapjes në rast të mos vaksinimit? Nëse i kemi 47, është ajo që thojnë për njëve bon 2, për 2, 4, për 4, 8, e veç ka me shku të dy pishu. Por, leta kuptojnë edhe prind që efektet ansore të fruthit janë shumë të këqija. Edhe, nuk është nëjë problem edhe nëse vonojnë pas moshës 1 vjeçare, nëse ja japin me 1 vit e gjysmë, hajde edhe me moshën 2 vjeçare, se prap vaksina nuk e hup efektin. Por, unë nuk muj asë një prindi mi mbajt ligjerata mi thonë jepja, apo mos ja jep. Ka prind që mundet me thonë, mirë, doktori na e bazoj në argument shkencor, sepse nuk pas ka punime që e mbështet këtë teori. Ka prind që thot, aki nuk është në lkurën teme, se fëmijës tem si akum dhonë, fëmija jem u bo, por një rast nuk mundet me qenë argument shkencor, du të me qenë shumë raste që ndërlidhen me qëta, në mënyrë që masanej mu bo hulumtime dhe marrë në përfundim që po që kjo e shkakton. Me pas qenë ashtu atëre çdo fëmijë që e merr vaksinën mas fruthit, kishmi manifestu shenjat e autizmit. Pyetja tjetër është si të gjitha vaksinat që mundin me dhënë temperaturë, shumë prind të bojnë pyetjen a bën verës mos mja dhon për shkak temperaturave të larta. Kalendari i vaksinimit është shumë mirë i parapam vaksinat kur do të me u marrë me 2, 3, 4, me 1 vjet, mandej me 6 deri në 7 vjet, edhe të moshën 18 vjeçare.
zakonisht prind verës i ikin për shkak në vjellje apo barkëqitje, po tash verës i kemi edhe këto rota virusat që din me shku deri një javë det, fatmirësisht tash e kemi edhe vakcinën kundër rota virusit, ajo nuk e prevenon rrëmjen e virusit, po megjithatë i lehtëson simptomat e paraqitjes së smundjes, andaj nuk shoh ndonjë arsye që pse edhe mos më ia dhona diçka. Mirë, tha shumë mesazhe për prindërit të cilët nuk i vaksinojnë, shumë mirë bisedum edhe për efektet cilat janë në rast të mosmarrjes së vaksinës, por edhe efektet pra që na bëjnë mirë për fëmijët tanë, fakti bëjnë mirë fëmijëve tanë kur vaksinohen, nëse s'kemi shtu diçka tjetër, doktor. E thash edhe më herët në fillim që përpara kur janë kriju vakcinat, njerëzit kishin pas dëshirë me jetu në kohën kur janë kriju vakcinat. Kur po krijohen vakcinat, po gjojmë edhe teori tjera, diqysh kur diçka s'po na vjen s'po na përshtatet diçka. Edhe s'po na përshtatet për me thonë që diçka është mirë apo jo. Mos të harrojmë se edhe në kohën para penicilinës, do më thonë njerëzit kanë vdek edhe prej një infekcioni thjesht të mushknive. Po që bjen një shkencëtar si Flemingu e zbulon penicilinën edhe sot krejt bota ja shef hajrin. Tash inshallah s'del dikush me thonë mas penicilinës, ndodhi një diçka sa atëhere frigona shumë që kemi mu kthy shumë mrapa, sepse nëse veç një vaksinë ja kemi gjetë një arsyetim, atëhere kemi mja gjetë arsyetimin edhe vaksinave tjera, unë po shoh që edhe në lindje, që janë vaksinat e para, BCG dhe hepatiti B, ka prind që po hezitojnë me i marë vaksinat, normalisht na nuk i gjykojmë, por mundohemi me i inkuraju që këto vakcina janë të domosdoshme për shkak të problemeve që munden me u paraqit, sidomos në fillim, edhe është një arsye pse jepen edhe ato vakcina në lindje. Megjithatë ka prind që për arsye të ndryshme personale nuk dojnë m'ju thonë, na normalisht që nuk kemi drejt me i detyru, mirë po e kemi për obligim që si mjek, jo vetëm me thonë, okej, nuk pe merë në regull jemi, por edhe me lujtë edhe rolin e psikologut që mi ja shpigu arsyen, në mënyrë që me ngrit pak edhe vetdijen që ai prind mundet me shku në shtëpi, po të nesërmën mujnë fjalët e mjekut mi tinglu pak në kokë edhe me thonë, prit veç pak se për e bona double thinking, e kuptova që duhet me bo dhe din më këty me i marë. Pa ta bo një pyetje, doktor. Hajde. Është një muhabet, një lavë që sot qarkullon shumë. Fëmijët e sodit janë më të mençëm. Pse? Nuk e di edhe përpara janë konë fëmijët e mençëm shumë, po ka njerë po menoj që përpara fëmijët janë rritë konform moshës të ne. Fëmija u konë fëmijë. Sot me krejt këtë qasje, përpara si kanë lënë me fol shumë. Si kanë lënë me fol. Përpara po ndoket një 10 vjeç o konë 10 vjeç edhe me moshë. Tash një 10 vjeç o 30. O 30. Herë 3. Tu plesnu. Herë 3, tu plesnu. Mirë ka pak për me relaksu. Me relaksu ambientin. Ambientin pak, po çështu po thonë që fëmijët e sodit janë. Çka din me bo tash përpara s'kena ditë. Kur krahasoj me vetveten për një me po na do që janë më të ose neve po na pëlqen me thonë fëmia jam. Mirë, faleminderit për që ishte në studio.